doktore, shumë shpesh pacient, sidomos kjo ndodh më shumë tek gjinia mashkullore, vinë ose e kuptojnë që kanë guri deri në momentin kur e kanë pa që ka dal guri dhe kanë pas një dhimbje, një traumë, edhe a ka në trajtim special për këta pacient që gurin e qeshin spontan, po që mund të kenë cicatrix ose lëndime të kanalit urinës? Ka pas plot raste që u dosh me u vënu një stent, sepse veshka ka mbete ajtë edhe pas eliminimit e gurit, madje edhe me një javë, 2 javë, edhe është dosh mu vendus një stent, që mu pastru veshka, mu shqaje, s'pedi qysh ta qujmë ashtu të largujmë hidronefrozën që e ka jo veshk, edhe pas eliminimit e gurit e masanena me hek ato. Unë tash, në rënd të parë, nëse guri ko mu eliminu vetë, po e marim të pjesa intramorale, që është pjesa uretire që hynë e frikën urinare, a i mundet mu lëndu, qaj lëndim, pjesa fibrotike, kur të bëhet e tina që regenerohet ose të nëtonë organizme të ashëraj vetë vetën, mundet me